Ka 10 ditë që ka nisur punime në rrugën Besim Bishtazhini në Gjakov për rregullimin e parkut, projekti i cili përfshin gjelbërimin, rregullimin e trotuarit, ndriçimin publik, vendosjen e kontenjerëve, si dhe shtrimin e saj me kubza. E gjithë kjo është bashkëfinancimi i Demosit Zviceran dhe Kuvendit Komunal të Gjakovës. Shkumbin Kastrati, drejtori shërbimeve publike, thotë se punimet në rregullimin e këtij parku pritet të përfundojnë brenda 2 javësh. Park ka qenë i nevojshëm, ka qenë një pikë nevralgjike ku kanë frekuentuar edhe fëmijët edhe të pandërgjeshmit, do të ka qenë një pjesë ku edhe kanë dislokuar mbeturina. Do thotë për 90 ditëve përfundohet ky projekt dhe është një vend i mirë edhe për gjelbrim edhe për banorët asaj lagje. Ndërka sa i përket projekteve të ardhshme për zgjerimin e hapësirave të gjelbra në Gjakov, ai thotë se komuna ka marrë dritën e gjelbër nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për sigurimin e fondit për investime në parkun e qytetit. Parku i qytetit vjet janë ndërtuar stazat e trotuarit e këmbësorëve dhe shëtitoria. Brenda javës ardhshme, nëse shkon gjithçka në rregull, do të fillon edhe ndriçimi i asaj pjese përgjatë parkut, ndërsa pjesa tjetër e punimeve është fillimi i ndërtimit fontanes në park, do të demolohet fontana vjetër dhe do të fillojnë punimet në ndërtimin e fontanes re. Ai thotë se në realizimin e këtij projekti do të participojë me mjete dhe Komuna e Gjakovës.